Bora ishte ende duke rënë kur gjithçka u shem. Ishte çështje sekondash. Një çarje e shurdhër. Një ulërim. Dhe pastaj heshtje. Shtëpia ku Noah jetonte me prindërit e tij nuk mundi t'i rezistonte peshës së stuhisë. Çatia e vjetër dhe tashmë e shënjuar nga koha, la vendin e parë. Pastaj trarët u shembën si shkrepse të lagura. Shpërthimi i bardhë i pluhurit dhe borës përfshiu gjithçka. Dhe nën rënoja, një djalë 7 vjeçar u bllokua mes dërasave të thyera, telave të lirshëm dhe kujtimeve të thyera. E qara e tij e dhimbjes nuk shkoi larg. Goja u hap, por tingulli u gëlltit nga muri i rënojave dhe era mizore që frynte jashtë. Jashtë, një qenush i zi me madhësi mesatare, me sy pothuajse kafe njerëzor, putra që dridheshin dhe një feçk e gjakosur në përbor, u lërinte. Ishte lupi. Shoqëruesi i çdo pasditeje, rojtari i heshtjeve të Noes, i besuari që flinte rreth shtratit dhe vraponte pranë biçikletës së ndryshkur. Lupi ishte në panik. Kishte ndjerë të dridhej toka. Ai pa çatin e rrëzuar. Ai u përpoq të hynte, por gjithçka tashmë ishte pushtuar nga pesha e ftohtë dhe e rëndë e shkatërimi. Por ai qëndroi. Ai nuk vrapoi për ndihmë. Ai nuk iku. Lupi e futi feçkën mes dërasave dhe gërmoi me putra derisa i rrjedh gjak. Ai bërtiti në një vajtim të lashtë, stërgjyshore, sikur i bërtiste gjithë botës se djali i tij ishte ende atje. Se ai nuk mund të kishte vdekur. Kjo duhej të shpëtohej. Noah po merrte ende frym. Druri e kishte goditur këmbën e tij, duke e fiksuar dhe një prerje e thellë i kishte dëmtuar ballin. Gjaku pikonte ngadalë, duke e ngjyrosur borën në të kuqe të zbehë. Sytë e tij fluturonin hapur dhe mbyllur, dhimbja gumëzhinte si bubullim brenda kokës së tij. Lupi pëshpëriti me buzët e çara dhe fytyrën e mbuluar me pluhur. A jeni akoma atje? Dhe lupi ishte aty. Me gjysmën e trupit tashmë të varrosur në dëbor, duke gërmuar, duke tërhequr copa, duke kafshuar dërasat. Duke dëgjuar zërin e djalit, ai le. Një le i dobët, i ngjirur, sikur përgjigjet me shpresë. Përgjigja e qenit bëri që Noah të hapen edhe një herë sytë. Edhe me dhimbjen që i shtypte gjoksin, buzëqeshi. Një buzëqeshje e dhimbshme, e thyrë, por e vërtetë. Jashtë bota mbeti e paditur. Fqinjet bërtisnin, makinat kalonin në distancë, por askush nuk dukej se vuri re se një djalë jetonte ende nën rënoja. Dhe se një qenush, i vetëm, po përpiqej të shpëtonte një jetë. Era u ngrit. Kaluan orë. Lupi nuk u largua. Trupi i tij kishte filluar të dridhej, jo vetëm nga i ftohti, por nga lodhja. Bora i u grumbullua në shpinë, duke formuar një batanie të bardhë që e bënte pothuajse të padukshëm. Por ai nuk do të lëvizte. Brenda kaosit, Noah filloi të errësohej. Trupi i tij u dorëzua. I ftohti pushtoi si uji i akullt në një varg që fundoset. Frymëmarrja e tij u ngadalësua. Tingulli përreth duke i largët. E megjithatë, një ndjesi ngrohtësie në gjoks e bëri të mbante sytë hapur edhe pak. Lupi ishte shtrirë si për ti tani. Qeni gërmoi derisa ishte në gjendje të hynte pjesërisht në vrimën ku ishte shtrirë Noah. Dhe tani, i shtrirë mbi djalin, duke u dridhur, ai u përpoq të ofronte atë pak ngrohtësi që kishte akoma. Sytë e tij kafe vështronin fytyrën e djalit. Ai lëpiu mjekrën e saj ngadalë, si për të thënë, nuk do të largohesh pa mua. Ajo sken ishte e padukshme për botën. Pa kamera, pa klithma dëshpërimi, pa tituj. Vetëm ulërima e qenit që preu heshtjen e malit. Dhe Bora, e cila vazhdonte të binte sikur asgjë nuk ishte e gabuar. Diku, nëna e Noahut bërtiti emrin e djalit të saj, duke u frenuar nga zjarfiksit. Por ata po gërmonin në anën e gabuar. Informacioni ishte konfuz. I ftohti e bëri gjithçka më të vështirë. Çdo minutë ishte një fjali. Por lupi e dinte se ku ishte. Sepse ai nuk e la kurrë. Noah po merrte frymë rëndë. Fillova të shikoja gjërat. Yjet ku nuk kishte qiell. Zëra që dukeshin të njohur. Një nxehtësi e çuditshme që nuk përputhej me akullin që mbulonte këmbët e tij. Doja të flisja, por fyti nuk më dëgjonte. Lupi, mos u largo. Dhe qeni vetëm e shtrëngoi hundën në gjoksin e djalit, sikur po i dëgjonte rrahjet e zemrës, sikur numëronte çdo sekond që i kishte mbetur. Koha dukej se qëndronte aty.
Një djalë dhe qeni i tij të varrosur në mpeshën e një tragjedie. Por i gjallë. Ende gjallë. Dhimbja nuk më shqetësonte më. Noah mbylli syt ngadalë. Lupi mbeti mbi të, pothuajse i palvizshëm. Vetëm syt që shkëlqejnë në errësirë të vëmendshëm. Nuk ishte thjesht instinkt. Ishte dashuri. Ishte besnikëri. Lupi nuk do ta linte kur Noahun vetëm. As me dhimbje. As në dëbor. As në fund. Jashtë, asgjë nuk dëgjoi më, vetëm zhurma e erës që fshinte borën nëpër të çarat e dritareve të thyra. Bota dukej e ngrirë, si në kohë ashtu edhe në temperaturë. Por brenda atij grumbulli rënojash, diçka ende pulson. Diçka ende po përpiqej të mbante frym. Dhe ajo diçka kishte 4 këmbë. Lupi nuk flinte. Edhe me trupin e mavijosur, edhe me muskuj që i dridheshin dhe jastëkët e putrave të papërpunuara, ai nuk dorëzoi. Sa herë që ndjente se trupi i tij donte të ndalonte, tunte kokën, lete but dhe kthehej në shtyrjen e dërasave rreth djalit. Noah po merrte ende frym. Me syt gjysmë të mbyllur dhe fytyrën e mbuluar me borë e pluhur, djali u lëkun mes vetdijes dhe të fikëtit. Sa herë që mbyllte syt, dukej sikur largohej pak më larg, nga shtëpia, nga fëmijëria, nga ngrohtësia. Por sa herë që dëgjonte hundën e qenit të nuhaste pranë veshit, një pjesë e tij rezistonte. Koha nuk kishte më kuptim. Orë, minuta. Gjithçka ishte vetëm errësirë. Përveç lehjes. Kështu do të thoshin të gjithë më vonë. Nëse nuk do të ishte për lejen e një qenushi që vinte nga nën rënoja, ekipi i shpëtimit nuk do të kishte parë kur atë pikë specifike. Kjo, midis britmave të dëshpërimit dhe sirenave shumë larg, ishte tingulli i lupit, i ngjirur, i dhimbshëm, këmbëngulës, që udhëhoqi hapat e ekipit atje. Së pari, vetëm një zjarfikës u afrua. I lodhur, i mbuluar me akull deri në supet e tij, gati për një tjetër kërkim të dështuar. Por me të dëgjuar lejen e shkurtër, ai shikoi poshtë. Ai pa diçka që lëvizte në dëbor. Dhe ai pa sytë e lupit. 2 sy kafe të gjerë, të gulquar, me një shprehje urgjence. Sikur të bërtisnin pas zë, këtu. Këtu ai është. Ka diçka të gjallë këtu, burri bërtiti. Të tjerët erdhën me vrap. Lopata. Grepa. Duart. Gjithçka u bë një mjedh. Dhe lupi nuk u largua. Njëri nga burrat u përpoq ta tërhiqte mënjan, por qeni rënkoi. E butë por e fortë. Ai qëndroi mes Noeut dhe zjarfiksve, si për të thënë, kujdes. Ai është gjithçka që kam. Njëri prej tyre duhej të gjunjëzohej dhe t'i fliste kafshës me zë të ulët. Ne do ta nxjerrim atë nga këtu. Por ju duhet të na lini të ndihmojmë, mirë? Lupi pak nga pak u tërhoq. 2 hapa. Mjaft për të hapur një shteg, por jo mjaftueshëm për të ikur. Që atëherë, ai filloi të ndiqte çdo lëvizje. Sytë e ngjitur pas krahave që tërhiqnin dërasat, fytyrat që përkuleshin, duart që tërhiqnin çarçaf dhe copa betoni. Derisa një dorë preku gjoksin e Noes. Ftohtë. E brisht. Por i gjallë. Ai po merr frym, bërtiti dikush. Dhe pastaj gjithçka u kthye në një garë. U nxor një barel. Maska e oksigjenit. Batanie. Nëna u shfaq nga hiçi, duke bërtitur emrin e djalit të saj me një zë të ngjirur dhe të dëshpëruar. Por nuk ishte ende koha për ribashkim. Le ta çojmë menjëherë në ambulancë, tha ndihmës mjeku. Dhe lupi vrapoi pas tij. Ata u përpoqën ta ndalonin. Kelyshi nuk mund të hyjë, bërtiti dikush. Por një zë tjetër shpejt u përgjigj, ky nuk është vetëm një qen. Lupi hipi në ambulancë me djalin. Ai u përkul në këmbët e barelës, me sytë e ngulur në dorën e çaluar të Noes. Edhe nëna u përpoq të hynte, por ata duhej ta mbanin jashtë. Rregullat. Hapësirë. Konfuzion. Thellë brenda, askush nuk donte ta ndante nga i biri, por gjithçka ishte jashtë rregullit në atë pasdite akulli dhe tragjedie. Brenda në ambulancë, lupi lëpiu gishtat e djalit. 2 ndihmësmjek punuan shpejt, monitorimi i sinjaleve, kontrolli i temperaturës së trupit, ndalimi i gjakderdhjes nga balli. Por njëri prej tyre, duke parë qenin aty, nuk i mbajti dot lotët. Ai qenush i shpëtoi jetën. Lupi nuk e kuptoi se çfarë po thoshin.
por e ndjeva. E ndjeja dhimbjen. Zhurma e zemrës që ende rritë dobët. Dhe, më e rëndësishmja, dashuria që ende rritë mes të dyve, qoftë edhe në heshtje. Në atë moment, ambulanca rëshiti rreth një kthese dhe dritat e kuqe pren borën. Spitali më i afërt ishte ende larg dhe koha po kalonte si një ortej. Por lupi nuk e lëvizi feçkën. Koka e mbështetur në barkun e Noes. Sytë gjysmë të mbyllur. Një pëshertim e thellë. Si për të thënë, ju keni duruar deri këtu. Tani nuk do të lejoj më askën t'ju lëndoj. Jashtë, qielli tashmë po erësoi. Ishte e pamundur të parashikoj se çfarë do të vinte më pas, provime, operacione, frikë, pasiguri. Por brenda asaj hapësire të vogël të rrethuar nga makina dhe njerëz që vraponin, një skenë mbeti e palvizshme, një qen i zi, i shtrirë mbi një djalë pa ndjenja. Dhe për herë të parë që kur shtëpia ra, Noah lëvizi gishtat. Dora po dridhej. Por u ngrit ngadalë derisa i preku qafën lupit. Ishte vetëm një prekje. Pothuajse e padukshme. Por qeni mjaftoi të lëshonte një lehtë të shkurtër. E ngrohtë. Plot jetë. Si për të thënë, unë jam ende këtu. Kam qenë gjithmonë. Dhoma mbante erë dezinfektimi dhe heshtje. Edhe me monitorët që bërtisnin me zhurmë, edhe me infermierët dhe mjekët që vinin e shkonin, koha dukej se lëvizte ngadalë, sikur të respektonte brishësinë e atyre që flinin në atë shtrat. Noah nuk ishte zgjuar ende. Kishin kaluar 2 ditë nga shpëtimi. 2 përjetësi për ata që prisnin, u ulën, u lutën. Nëna nuk u largua nga dera. Dhe pranë barelës, i palvizshëm si një skulpturë e gjallë, ishte lupi. Qeni i zi mbeti aty ditë e natë, pa ngrënë, pa le, pa lëvizur. Me kokën e mbështetur në këmbët e djalit, ai vetëm mori frymë dhe priti. Stafi i spitalit u përpoq ta largonte që në ditën e parë. Kafshët nuk lejohen në zonën klinike. Por Noahut ju desh vetëm një vështrim, edhe pse ai ishte pa ndjenja, për të bindur mjekët se kjo nuk ishte një situatë e zakonshme. Vendimi ka ardhur nga drejtori, ai qëndron. Ai qenush e shpëtoi djalin. Ai është pjesë e trajtimit tani. Lupi u bë zemra rase e asaj dhome. Ai do të ulërinte lehtë kur dikush i çuditshëm afrohej. Relaksoi vetëm me nënën e tij ose me infermierët që djali i njihte tashmë. Dhe edhe pa kuptuar makinerit apo bisturit, qeni dukej se nuhati qëllimet, ndjente dobësit, mbronte atë që ende rezistonte. Në mëngjesin e ditës së tretë, diçka ndryshoi. Lupi theu veshët. Ishte një lëvizje minimale. Ndoshta një dridhje në ajër. Ose ndoshta një pëshpëritje që vetëm ai e dëgjoi. Sytë e tij u ngulën në gojën e Noes. Spazma të vogla. Një rënkim i dobët. Frymëmarrja filloi të ndryshoj. Lupi u ngrit në këmbë. Së pari, ai vetëm ia zuri mjekrën djalit. Pastaj vendosi 2 putrat e përparme në buzë të barelës. Dhe më pas, sikur ta kishte përsëritur atë skenë gjithë jetën e tij, ushtri në gjoksin e Noes, me gjithë kujdesin e botës, dhe lëshoi një rënkim të gjatë, gati një këngë. Noah tundi gishtat. Nëna vrapoi duke u rrëzuar mbi karrige. Infermierët nxituan brenda. Këmbanat e alarmit filluan të binin. Por në mes të konfuzionit, ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte ajo që mërmëriti Noah, me buzët e thara dhe shikimin e tij ende të humbur, lupi dukej sikur dhoma po merrte frymë. Sytë e qenit u ndezën. Gomari tundi për herë të parë pas disa ditësh. Dhe një nga mjekët duhej të largohej nga vendi për të mbajtur lotët e saj. Lupi nuk le. Ai nuk bëri fes. Thjesht vuri hundën në dorën e djalit si për të thënë, je kthyer. E dija që nga ai moment i gjithë spitali filloi të ndryshoj. Anëtarët e stafit që kaluan në heshtje në korridor u ndalën përpara dhomës 206. Infermierët lanë shënime me ushqime të lehta në derë. Mjekët erdhën të buzëqeshur edhe pas turneve raskapice. Dukej sikur lupi kishte zgjuar diçka përtej mjekësisë, diçka që asnjë stetoskop nuk mund ta shpjegonte. Noeu ishte ende i dobët. E thyer brenda. Goditja e shtëpisë që i ra mbi të kishte lënë më shumë se sa thjesht kocka të thyera, e kishte lënë të frikësuar. Një boshllëk shumë i madh për një fëmijë 9 vjeçar për ta mbajtur vetëm. Por ai nuk ishte vetëm.
Kur dhimbja në shpinë e bënte të qante në heshtje, lupi shtrihej pas tij. Kur ilaçi e bënte të dridhej, lupi I lëpinte dorën. Kur ktheheshin makthet me zhurma kërcitëse dhe britma njerëzisht të varrosur nën tokë, lupi lehte derisa dikush të ndiste dritën. Lidhja mes të dyve u bë lajm. Një gazetari lokal I u dha leja për të vizituar spitalin. Ai u fotografoi të dyve, Noah ende I shtrirë në shtrat me një çarçaf blu të hapur që I mbulonte gjoksin dhe lupi I shtrirë në këmbë, duke shikuar drejt kamerës si një kujdestar. Imazhi u bë viral. Qeni refuzon të lërë anën e djalit të dëmtuar në dëbor. Dashuria e qenve, besnikëria që dhimbja nuk mund ta shkatërrojë. Edhe në heshtje, ai mbron. Filluan të vinin letra. Dhurata. Racionet. Një fëmijë dërgoi një shënim të shkruar me laps me ngjyra: "Lupi, ti je një superhero. Kujdesu për të për ne." Por kishte një tension në ajër. Pavarësisht përmirësimit, mjekët ishin ende në gatishmëri. Noah kishte mavjosje të brendshme dhe dyshonte për hemoragji të vogla në tru. Çdo luhatje ishte shkak për shqetësim. Dhe megjithse isha I vetëdijshëm, ai fliste pak. Sikur diçka brenda tij të ishte bllokuar në rënoja. Një pasdite, lupi le 2 herë, pa asnjë arsye të dukshme. Monitori I zemrës filloi të bie. Noah po mbytej. Një mpiksje ishte shkëputur. Korridoret e mbushura me zëra vrapues. Mjekët duke bërtitur udhëzime. Barelen e çuan në sallën e operacionit dhe dikush tentoi ta ndalonte lupin të hynte. Por qeni kafshoi mëngën e palltos së bardhë. Vetë nëna duhej ta mbante kafshën në krah, ai po dridhej, ndërsa ajo shikonte djalin të zhdukej pas një dere dyshe, të ftohtë, të bardhë, si një zbrazëti. Në sallën e operacionit, koha u ndal përsëri. Jeta e Noes u var në një fije. Dhe jashtë, një qen I shtrirë para derës u lëriti. E ullët. I lënduar. Pothuajse si një këngë. Qielli ishte gri. Bora, mirë. Dhe heshtja, pothuajse mizore. Në kishën e vogël të qytetit, nxehtësia nga ngrohësi nuk mjaftonte. Asgjë nuk mjaftonte. Njerëzit vishnin të zeza, por ajo që dhemte nuk ishin rrobat, ishte ajo që mungonte mes tyre. Në qendër të dhomës, arkivoli pushonte. Mbyllur. E butë nga jashtë, por shumë e fortë nga brenda. Një blu e errët që dukej sikur gëlltiti dritën. Lule të bardha pikonin anash. Një portret I Noes, I buzëqeshur me sy ende fëmijëror, ishte mbështetur në një kavale. Por asnjë pikturë nuk mund ta mbushte boshllëkun e asaj hapësire. Pranë arkivolit, ulur si një statuj prej porcelani të plasaritur, ishte nëna. Fytyra thahet nga të qarat aq shumë. Duart e saj duke mbajtur një shall që nuk e përdorte më. Sepse nuk kishte mbetur asgjë për t'u tharë. E qara erdhi tani nga brenda. Dhe, përballë të gjithëve, me sytë e ngulur të druri I arkivolit, ishte lupi. Qeni I zi. Që kur filloi zgjimi, ai nuk ka lëvizur. Ai hyri I pari, sikur e dinte që aty kalonte rruga e fundit. Ai shkoi në qendër të dhomës, shikoi arkivolin dhe u shtri. Asnjë zë. Asnjë le. Asnjë dridhje e prapanicës. Prania e tij ishte një dhimbje e gjallë. Disa u përpoqën ta hiqnin atë. Më mirë ta lë jashtë, përshpëriti dikush. Por mami tundi kokën. Ai qëndron. Ai është familja. Me kalimin e orëve, sytë e lupit u ngulën në një pikë të vetme në dru. Sikur brenda, zemra e tij po merrte ende frym. Sikur ai ende dëgjonte Noahun. Në orën e 5 të zgjimit diçka ndryshoi. Dhoma ishte më e mbushur me njerëz. Zërat e ulët të përzier me zhurmën e erës jashtë. Lupi u ngrit në këmbë. Ngadalë. Me trupin e përkulur sikur të dhemte çdo kockë. Dhe pastaj ai u afrua. Ai kaloi anës së arkivolit. U ndal para kapakut. Ai u ngjit lart me putrat e përparme në bazë dhe mbështeti feçkën në buzë. I vinte erë. Mori frym thellë. Dhe ai theu veshët sikur po dëgjonte diçka që vinte nga brenda. Njerëzit shikonin duke mos kuptuar. Por ai e dinte. Me feçk filloi të shtynte anash. Së pari I but. Pastaj me më shumë forcë. Me putrat e tij gërvishti drurin. Pastaj kafshoi.
Një ulërim e ullët. Një piçkim i thatë. Zhurma e dhëmbëve në llak. Një nga xhaxhallaret e Noes u ngrit në këmbë, nxirre atë qenin nga këtu. Por nëna e vuri dorën mbi gojë. Syt e përlotur. Ajo pa. Ajo e ndjeu atë. Lupi nuk po shkatëronte asgjë. Po përpiqesha atë. Qirohesha. Gërmoj si gërmoj në rënoja. Ai gërvishti si gërvishti betonin. Ai kafshoi si dikush që përpiqet të nxjerrë dikë të gjallë. Lotët rodhen nga syt e thatë deri atëherë. Kushërira e madhe i ra në gjunjë. Një nga zonjat në kish filloi të lutej me zë të lartë. Dhe lupi kafshoi edhe një herë. Goja pis me gjemba. Putrat dridhen. Dhe pastaj ndaloi. Ai u shtri përsëri duke e shtypur trupin e tij në bazën e arkivolit. Ai lëshoi një rënkim të gjatë, të dhimbshëm, të lashtë. Dhe ai bërtiti. Një ulërim e hollë, e thyrë. Nuk ishte një tingull i zakonshëm. Nuk ishte një klithmë. Ishte një fjalë që nuk dinim ta thonim. Mes ulëritës, drita e kishës vezullonte. Për disa sekonda, rryma ka dështuar. Qirinjt e ndezur anash vezulluan. Një erë hyri nga dera e mbyllur keq. Dhe portreti i Noes ra në dy sheme. Të gjithë ishin në shok. Një gruaje i ra të fikët. Një fëmijë filloi të bërtiste. Dhe lupi vrapoi drejt portretit duke lëpir kornizën sikur të përpiqej të zgjonte djalin që buzëqeshte aty. U deshën dy burra për ta mbajtur atë. Por ai rezistoi. Ai luftoi. Njëri prej tyre i agrisi mëngën. Dhe ai u kthye te kapaku i arkivolit, i shtrirë me kokën mbështetur në dru. Lëreni të qetë, për hir të Zotit, murmuriti nëna duke qarë. Prifti, i cili deri atëherë e shikonte në heshtje, u afrua. Ai bëri shenjën e kryqit. Ai shikoi lupin. Pastaj në arkivol. Dhe ai tha, nëse shpirti është ende këtu, ai e di që nuk është harruar. Dikush i vuri një batani e qenit. Ai nuk reagoi. Ai mbeti i shtrirë. Frymëmarrja në ritëm me dru. Dhe kur më në fund filluan të mbyllnin perdet për të hequr trupin, lupi lëshoi një ulërim të dytë. Më e lartë. Më gjatë. Më shumë. Fund. Të gjithë u ngritën në këmbë. Ishte sikur tingulli të thoshte diçka që fjalët njerëzore nuk mund ta arrinin kurrë. Skena është filmuar nga një gazetar. Postuar disa orë më vonë. Qeni përpiqet të hap arkivolin e djalit të vdekur dhe lëviz vendin. Por kushto që ishte atje e di, nuk ishte një përpjekje për të hapur. Ishte një përpjekje për të thirrur përsëri. Sikur shpirti i Noes ishte ende në rrugë. Sikur diçka mund të ndodhë ende. Varrezat ishin bosh. Era frynte pak, duke mbajtur copa gjethesh të thata dhe kujtime të dhimbshme. Atë mëngjes, qielli ishte gri. Nuk kishte diell. As zogjt. Vetëm një resht karrigesh, një arkivol ende i mbyllur i mbuluar me lule të bardha. Dhe lupi, i shtrirë përballë, si një roje pa forcë. Kishin kaluar 3 ditë nga lamtumira në varrim. 3 ditë në të cilat lupi nuk ka ngrënë. 3 ditë ai refuzoi strehim, batanie apo ujë. Kur makina e vdekjes mbërriti në Varreza, lupi vrapoi pas saj. Ata u përpoqën ta mbanin, por qeni u arratis. Dhe kur arkivoli u vendos para varrit të hapur, ai u shtri përsëri, këtë herë me një trishtim që dukej më i vjetër se koha. Lëreni atë. Ai e di se çfarë po bën. Tha nëna e Noes duke i thyer zëri. Në varrim kishte pak njerëz. Familja, disa miq të ngushtë, prifti. Por kishte një prani që askush nuk mund ta shpërfillte. Lupi. Ai nuk le. Unë nuk qava. Nuk lëvizi. Me çdo fjalë të thënë, çdo lule të shtruar, vërente lupi. Vështrimi i tij u nguli në arkivolin blu. Sytë e tij, të errët dhe të thellë, të mbushur me një mall që asnjë njeri nuk mund ta përkthente. Prifti bëri lutjen e tij. Mami mbajti vizatimin e Noes, atë me diellin e buzëqeshur dhe qenin e zi. E vendosi në arkivol para se të ulej. Më tha se lupi ishte guximi i tij, se kur kishte frikë, i duhej vetëm të prekte putrën dhe gjithçka do të ishte në rregull. Tha ajo duke u dridhur. Lupi ngriti kokën me vështirësi.
Si kur ta kishte kuptuar. Si për të thënë, unë jam ende këtu. Arkivoli filloi të zbriste. Litarët kërcasin. Zhurma jehoj në zemrat e thyra. Pikërisht në atë moment lupi u ngrit në këmbë. Tronditse. I dobët. Ai bëri 2 hapa. Ai u hodh. Dhe ai ra në varr të hapur. Një britmë ra në ajër. Gjyshja mbuloi fytyrën. Babai vrapoi, por ndaloi kur pas skenën. Lupi nuk lëvizi për të ikur. Ai u shtri pran arkivolit. Ai mbështeti kokën. Dhe lëshoi një pëshertim të gjatë, një nga ato që duket se merr me vete gjithçka që ka mbetur nga dhimbja. Ai nuk do të largohet. Varmisi pëshpëriti duke mos ditur se çfarë të bënte. Askush nuk pati guximin ta hiqte. Askush. Për minuta të tëra gjithçka ishte e heshtur. Vetëm lupi, Noa dhe një zbrazëti që dukej sikur përqafoi gjithë botën. Pikërisht atëherë ndodhi diçka që askush nuk e priste. Lupi filloi të gërvishte butësisht anën e arkivolit. Me putra, me feçk. Jo si një kafshë e dëshpëruar, por si dikush që përpiqet të telefonojë dik. Tingulli ishte i lehtë, si një daulle e largët. Dhe pastaj, ai u ndal. Ai mbështeti feçkën e tij. Dhe mbeti aty. Nëna u gjunjëzua në buzë të varrit. Lotët rridhnin në mënyrë të pakontrolluar. Nëse ai dëshiron të qëndrojë, le ta bëj atë. Mërmëriti ajo me dorën në gjoks. Por prifti u afrua. Mere me qetësi. Ai zbriti në buzë. Ai thiri lupin. Përpiqej ta tërhiqte me copa buke, me bilbil, me fjalë të ëmbla. Asgjë nuk funksionoi. Lupi reagoi vetëm kur gjyshja ju afrua dhe hodhi shallin e Noes, atë që djali mbante në ditët e ftohta, në dyshemen e varrit. Ai nuhati. E mori shamin me gojë. Dhe ai u ngrit në këmbë. Ai u hodh nga gropa me një përpjekje të fundit. Tronditse. Me shamin e varur nga goja si trofe. Është sikur ai ka shpëtuar diçka, tha babai pa e kuptuar. Lupi u shtri pran varrit. Me shamin mes putrave. Dhe më në fund mbylli sytë. Atë natë, i gjithë qyteti dëgjoi për qenin që refuzoi të linte pronarin e tij. Rrjetet sociale u mbushën me video. Pamjet u përhapën në të gjithë vendin. Ai flinte në shpellë. Ai e kaloi gjithë natën atje. Thuhet titulli në gazetën e së nesërmes. Por ajo që i preku më shumë të gjithë ishte ajo që ndodhi 2 ditë më vonë. Një postier trokiti në derën e familjes. Ai mbante një zarf. Brenda saj ishte një gjete e njollosur me papastërti me një gjurmë putrash mbi të. Ishte si një përshtypje e bërë me kujdes, sikur qeni të kishte shtypur putrën e tij në bojë dhe të kishte mbyllur letrën. Nëna ishte në shok. Noa e bëri këtë. Ai tha se putra e lupit ishte si një nënshkrim mbrojtës. Dhe në anën e pasme të letrës, e shkruar me dorë me shkronja të dredhura e të shtrembër, kishte vetëm një fjali: mos ki frikë, unë jam ende këtu. Nëna ra në gjunjë. Gjyshes i ra të fikët. Babai vuri dorën në gojë dhe nuk i mbante dot lotët. Por lupi nuk ishte më në varr. Të nesërmen në mëngjes e gjetëm para shkollës së vjetër të Noes. Ulur. I qetë. Duke pritur të bjerë zilja. Dhe aty, në atë moment, të gjithë e kuptuan, disa lidhje nuk thyen nga vdekja. Disa dashuri nuk përshtaten në këtë botë. Dhe lupi? Lupi është ende në pritje. Ende mbron. Ende ndjeheni. Sepse aty ku ka besnikëri të vërtetë, ka një mrekulli.